Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Nuk e dia më duket mua apo vërtet këtë vit festat erdhen shumë shpejt. Kudo që ecën në rrugë ka dekore, ka zbukurime dhe gjithmonë mendja të shkon tek gatimet tradicionale. Dhe me qënë se nga Shqipëria më erdhi një pul fshati e freskët dhe miell misri, përgatita për shesh me buk misri dhe u bë vërtet shumë i mirë. Nuk e di se si e përgatisni ju, unë do doja që të qëndroni me mua, të provoni këtë mënyrën se si e përgatis dhe jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Fillimisht do filloj me bukën e misrit që na duhet për përshesh. Kam përdorur 500 gram miell misri i bardh, 3 lugë gjelle miell gruri, 1 lugë çaj krip, 2 lugë gjelle vaj ulliri ose vaj lule dielli. Para se të shtojmë vajin, do të përziejmë pak miellin, kripën dhe miellin e grurit, më pas do shtojmë 2 lugë vaj. Mielli i grurit luan rol të rëndësishëm për sa i përket bukës që do përdorim për përshesh, pasi nuk e lejon që pasi të zbutet të bëhet si qull, pra të dalë përshesh i qullët. Është i butë, por jo i qullët. Ujin do shtojmë 400 ml ujë të vakët. Ujin mund ta shtoni pak e nga pak duke e parë edhe me sy, pasi varet se sa përthithës është mielli. Nëse ju duhet pak më shumë, mund ta shtoni dhe do vazhdojmë përzierjen derisa të na formohet kjo masë. Pasi e kemi gati, e vendosim në tavën e pjekjes, kur unë e kam lyer me pak vaj dhe me pak gjallë, pasi penelin e kisha me gjalp edhe e lyeva dhe tavën, kështu që nuk është problem. Nëse tava që do piqni bukën e misrit ju ngjit, duhet të vendosni patjetër letër pjekje poshtë. E hapim shumë mirë në të gjithë sipërfaqen me ndihmën e një luge ose me ndihmën e një shpatulle, ndërkohë furrën e kemi ngrohur tashmë që ta vendosim për pjekje. Unë e kam pjekur në 200 gradë derisa të jetë gati dhe më mori rreth 50 minuta. Por unë asnjëherë nuk i them minutat gjithmonë, pasi varet edhe nga soba që ju keni. Pas pjekjes ajo duket, pasi anësoret lirohen dhe merr këtë ngjyrën fantastike. Të jem e sinqert, unë do doja shumë që ta konsumoja një copë të ngrohtë, kështu sapo e nxorra, sepse u bë vërtet shumë e mirë. Këtu është e nxehtë, por dua t'ju tregoj se sa mirë është pjekur dhe çfarë ngjyre ka marrë. Ja këtu e kam ndarë për t'ju treguar akoma më mirë se sa e mirë që është dhe do ta lëm të ftohet. Tani, për të përgatitur përsheshin, e mira është që ta përgatisni bukën një ditë përpara ose një natë përpara, në mënyrë që ajo të kullojë dhe të jetë e ftohtë. Ndërkohë që e lëm të ftohet, përgatisim pulën. Pulën unë e kam lyer me gjalp dhe krip. Pra gjalpi, pasi është në temperaturë ambienti, e përziej me krip dhe me ndihmën e një peneli e lyejm pulën në të gjitha anët. Pasi e kemi lyer shumë mirë, e vendosim në tavën e pjekjes ose në një tenxhere si në rastin tim. Do shtoni ujë derisa të futet në ujë gjysma e pulës. Vendosim letër kuzhine, të cilën unë e kam lagur me ujë në mënyrë që ta mblidhja sa më mirë, por mund të vendosni edhe kapak. Dhe e kam pjekur për rreth 2 orë në 200 gradë, duke lagur me lëngun e saj pulën her pas here, dhe e kam pjekur 30 minuta me pa letër, pra e kam hequr letrën dhe derisa mori atë ngjyrë. Dhe ndërkohë që pula po piqej, unë me pak vaj ulliri kam skuqur 2 presh dhe të brendshmet e pulës i kam ndarë në copa të vogla dhe do t'i skuqim shumë mirë. Duhet ta përzieni vazhdimisht, pasi nëse preshi digjet, përsheshi do t'i ik shija e tij që duhet të ketë. Pasi është gati, do shtojmë një lugë çaji krip, ujë dhe do t'i lëm të zjejnë, se normalisht të brendshmet e pulës duhet të zjejnë, pasi pula nuk është zog fshati, por është pulë, pasi duhet të jetë me pak dhjam në mënyrë që përsheshin ta bëj sa më të mirë. Vazhdojmë përzierjen dhe pas
Do ta ziejmë derisa të shteroj ujë, duket e provojmë nëse një pjesë e të brendshme siç janë molçi, zemra dhe stomaku janë zjerë, është gati. Pasi është pjekur edhe pula, do ta mbledhim lëngun që ka tepruar, mund ta shtoni dhe me pak ujë nëse ka shtëruar shumë dhe do ta shtojmë tek masa që skuqem duke shtuar dhe në energjik. Përsheshi shkon shumë me aromën e energjikut të thatë, por kjo sipas dëshirës, nëse nuk e preferoni, mund të mos e shtoni. Masën e lëm pak në zjarr shumë të ngadalt në mënyrë që të lidhen shijet dhe thërmojmë bukën që tashmë është ftohur, e thërmojmë me kujdes duke bërë në copa të vogla. Siç e shihni, thërmohet shumë lehtë dhe nuk është as pak e qullët. Pasi e kemi gati, e shtojmë tek masa që përgatitëm, e përziejmë në mënyrë që të zbutet. Nëse dëshironi që përsheshi të jetë akoma dhe më krokant, këtë bukën që thërmoni mund ta thani pak 5 minuta në furrë. Unë nuk e thava fare sepse korja e saj ishte mjaft krokante dhe kështu që nuk ishte e nevojshme. E përziejmë shumë mirë derisa të zbutet dhe siç e shihni masa është e nxehtë, pasi kështu zbutet akoma dhe më mirë. Unë kam shtuar edhe një dorë arra, kjo është sipas dëshirës, por i jep akoma edhe më shumë shije dhe e bën akoma dhe më të mirë. E përziejmë dhe përsheshi është gati. Nuk dua të harroj pa ju thënë se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë dhe nëse është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund ta shkruani në koment. Përsheshi është gati për servirje, edhe pula, shikoni pak se sa mirë është pjekur, ka marrë këtë ngjyrën fantastike dhe aromën që nuk di se si ta përshkruaj. Këtë mënyrë përgatitje mund ta përdorni edhe për pul deti ose gjel deti. Si ju duket kjo video? Nëse ju pëlqen, për të më mbështetur, mos dilni pa bërë like dhe pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Për ju është shumë e lehtë, ndërsa për mua është shumë e rëndësishme pasi motivohem për të vazhduar dhe për të postuar video të tjera. Faleminderit nga zemra që më ndiqni.